Shqiponja e detit, Barbarossa, admirali që sundoi Mesdheun. Deti Mesdheut, ai deti lashtë që kishte parë perandorit të lindjen dhe të vdesin, që kishte mbartur në valët e tij tregti dhe luftra, dashuri dhe tradhti, kishte parë gjithçka, por nuk kishte parë kurrë diçka si ai. Kur anijet e tij shfaqeshin në horizont, flamuri gjysmëhënës duke valvitur në erën e detit, kapitenët e flotave evropiane bënin vetëm një gjë: iknin. Emri i tij ishte Hayreddin Barbarossa, dhe për gjysmë shekulli Mesdheun e quajti shtëpinë e tij, jo sepse e kishte trashëguar, por sepse e kishte fituar, me zgjuarsi, me guxim, me vullnet të pashtershëm. Kjo është historia e njeriut që sundoi detet. Ishte fundi shekullit të 15, ishte koha kur bota po ndryshonte me shpejtësi marramëndse. Kolombi po zbulonte kontinente të reja. Osmanlinë po shtrinin rrënjët në të gjithë Evropën dhe Mesdheu po bëhej fush betejë e fshehtë mes dy botëve. Në ishullin grek të Lesbosit, një ishull i vogël, i bukur, i rrethuar nga deti Ege, lindi një djalosh. Babai i tij me origjinë shqiptare, Jakub Aga, ishte një ushtarak osman. Nëna e tij ishte greke. Kishte 4 vëllezër, por 2 prej tyre do të shkruanin historinë, Oruç dhe Hayreddin. Që fëmijë, ai ishte i magjepsur me detin. Deti për ta ishte jetë. Mësonin të lundronin para se të mësonin të lexonin. Nuhatnin erën e kripur dhe dinin nga po vinte. Shikonin valët dhe dinin çfarë po vinte. Deti kishte zgjedhur para se ata ta zgjedhnin detin. Vëllezërit filluan si tregtar, transportonin mallra në përishujt e Egeut, erza, stofra, por Mesdheu e asaj kohe nuk ishte i sigurt për askënd. Piratët gjendeshin kudo dhe forcat spanjolle dhe portugeze po shtrin pushtetin e tyre me hekur dhe zjarr. Oruç, i madhi, u kap nga kalorësit e Rodosit, u mbajtë rob, u detyrua të punonte si sklav në galeri. Hayreddin shpëtoi, dhe nga i çast, ata nuk ishin më tregtar, ishin luftëtar. Shekulli 16 hapi sytë e tij, duke parë 2 vëllezërit të Barbarossa, emër që u dhanë evropianët për shkak të mjekrës së kuqe të Oruçit, duke lëvizur nëpërmes dhe si hije. Por ata nuk kishin piratë të zakonshëm, kishin vizion. Veriu i Afrikës, Algjeria, Tunizia, Libia, ishte i brisht, i copëzuar, i kërcënuar nga ekspansioni spanjoll. Spanja kishte pushtuar disa porte strategjike dhe po rrihte gjoksin si perandori e padiskutueshme detit perëndimor. Oruç Barbarossa shkoi atje, jo të plaçkiste, por të ndërtonte. Ai ndihmoi popullatën lokale të rezistonte kundër spanjollëve. Ai çliroi sklevrit musliman nga galerit. Ai fitoi zemrat e njerëzve jo me frikë, por me drejtësi. Algjeria i hapi 2 herë. E pranoi si sundimtar. Për herë të parë, Barbarossat kishin bazë, kishin tokë, kishin fuqi. Por Spanja nuk e pranonte këtë. Dhe në vitin 1518, Oruç Barbarossa ra, i rrethuar, i tejkaluar në numër, luftoi deri në fund, deri në frymën e fundit. Hayreddin i mbeti vetëm. Vëllai i madh, mësuesi, udhëheqësi, shpresa, nuk ishte më. Çfarë bën njeriu kur humbet gjysmën e tij? Hayreddin bëri atë që bënin të mëdhenjt. U ngrit. Ai dinte diçka që shumë njerëz të fuqishëm harrojnë. Forca e vetme nuk mjafton. Duhet aleancë, duhet sistem, duhet shtet. Dërgoi lajmëtar në Konstantinopol, tek sultani Osman Selim i parë. Ofroi Algjerin si provincë osmane. Kërkoi mbështetje ushtarake dhe njohje zyrtare. Sultani pranoi. Dhe Hayreddin u bë Beylerbey, guvernatori guvernatorëve të Algjerisë. Me titullin erdhi dhe flota. Me flotën erdhi fuqia. Por titulli nuk e ndryshoi. Mbeti ai që ishte gjithmonë, njeriu i detit. Shpella e tij nuk ishte pallati, ishte duvani i anijes. Era e kripur e Mesdheut ishte parfumi i tij. Troskat dhe velat ishin muzika e tij. Vitet e ardhshme do të bëheshin legjend. Ai ndërtoi flotën e Algjerisë nga zero, anije pas anije, marinar pas marinari. Ai trajnoi luftëtar që kishin frikë nga asgjë. Ai krijoi një forcë detare që nuk ishte ekuivalent në Mesdhe. Dhe pastaj filloi sulme të shpejta, të papritura si rufeja. Sot në brigjet e Spanjës, nesër pranë Italisë, pas nesër pranë ishujve grek. Asnjëherë i parashikueshëm, gjithmonë 2 hapa para armikut. Evropa nuk ishte parë kurrë diçka të tillë. Admiralët spanjoll dhe gjenovez ishin mësuar me luftra të planifikuara, me formacione të rregullta, me rregulla të pashkruara të betejës. Barbarossa nuk ndiqte asnjë rregull. Ai shkroi rregullat e tij. Ishte viti 1538. Evropa kishte vendosur, duhej ndalur Barbarossa, një herë mirë. Papa Paolo III bëri atë që papët bënin kur bota kërcënohej, thiri kryqëzat, jo kryqëzat të tokës, por të detit. U bashkuan forcat e Spanjës, Venedikut, Papatit, Gjenovës dhe Maltës, mbi 200 anije, mbi 60.000 ushtarë dhe marinar,
Komandantu emrua Andrea Doria, admirali më i famshëm i Evropës, njeriu që kishte sunduar mes dheun perëndimor. Ishte koalicioni më i madh detar që Evropa kishte mbledhur ndonjëherë kundër një armiku të vetëm. Kundër kujt? Kundër Hayreddin Barbarosës dhe flotës osmane. U takuan pranë brigjeve të Greqisë, afër Prevezës, gjiri i ngushtë, ujërat e kaltër. Nga njëra anë, 200 anije evropiane me flamuj, besimi një kontinenti. Nga ana tjetër, Barbarosa, me pak më shumë se 100 anije, numerikisht imperior, logjikisht i dënuar. Por Barbarosa nuk luante me logjikën e armikut, ai luante me psikologjinë, me terrenin, me erën dhe rrymën. Shfrytëzoi gjirin e ngushtë për të neutralizuar avantazhin numerik të armikut. Sulmoi me shpejtësi marramëndse. Ndau formacionet e mëdha evropiane. I coptoi, i izoloi. Andrea Doria, admirali i madh, njeriu i papërsëritshëm, ndërhoqi flotën e tij. Largoi Galeo Genovese, braktisi aleatët dhe koalicioni kryqëzatës u shpërbë. Betejë e Prevezës nuk ishte thjesht fitore detare, ishte mesazh. Mesazh për çdo mbret, çdo admiral, çdo perandori evropiane. Për 50 vite të ardhshme, deri në betejën e Lepantos, në 1571, flota osmane nuk pësoi asnjë humbje të madhe detare. Mes dheu lindor dhe qendror, mbeti nën hegemoninë otomane. Dhe gjithë kjo filloi me Barbarosën. Viti 1533. Sultan Sulejmani Madhërisëm, ndoshta sultani më i fuqishëm që kishte njohur perandoria osmane, bëri një gjë të jashtëzakonshme. Dërgoi ftesë personale tek Hayreddin Barbarosa. Eja në Konstantinopol, kam nevojë për ty. Barbarosa erdhi, dhe Sultan Sulejmani i ofroi titullin më të lartë detar në perandorinë osmane, Kapudan Pasha, admirali i flotës së madhe osmane, komandant i të gjitha anijeve osmane. Barbarosa ndërtoi flotën otomane me perfeksionizëm, me vizion, me durim të hekurt. Arsenali i Konstantinopolës u bë fabrika më e madhe detare në botë. Anije të reja, moderne, të shpejta, marinar të trajnuar me disiplinë ushtarake, kapiten të zgjedhur jo për prejardhje, por për talent. Ai personalisht drejtoi ekspedita drejt Italisë, Francës, Spanjës, bregdetet e Kalabrisë, të Sicilisë, të Katalunjës. Por Barbarosa nuk ishte thjesht luftëtar, ishte edhe diplomat. Mbreti françois i parë i Francës, kundërshtari kryesor i perandorit Karl V të Habsburgut, bëri diçka skandaloze për standardet e kohës. Kërkoi aleancë me perandorin osmane, krishterë dhe musliman, bashk kundër Habsburgëve, dhe Sultan Sulejmani dërgoi këtjetër, Barbarosën. Në vitin 1543, flota osmane u ankorua në Tolon të Francës. Qyteti francez u bë bazë osmane për dimrin. Ezani u thirr për herë të parë në katedralet e Tolonit. Marinar osman ecnin nëpër rrugët franceze. Evropa i shikonte me gojë hapur. Politika nuk ka fe, kishte thënë dikush. Barbarosa e kishte kuptuar këtë shumë kohë para të gjithëve. Vitet kalonin, trupi plakej, por shpirti i Hayreddin Barbarosës nuk njihte mosh. Edhe kur flokët ju zbardhën tërësisht nën turbanin e tij, edhe kur ecja u ngadalsua dhe sytë nuk shinin aq qartë si dikur, ai ngjitej në kuvertën e anijes dhe nuhasta erën e detit. E njëjta erë, e njëjta krip, i njëjti det. Deti nuk plakej, dhe Barbarosa mbi det, asaj. Vitet e fundit i kaloi kryesisht në Konstantinopol, duke shkruar 4 vëllime me histori nga jeta e tij, nga betejat e tij, nga mësimet e detit. Njeriu që kishte trembur mbretërit, por rinte ulur dhe po shkruante. Ndoshta dinte se koha po afrohej, ndoshta donte të sigurohej se historia nuk do ta harronte. Nuk ishte nevojë të shqetësohej. Ai vdiq në vitin 1546 në Konstantinopol, qyteti që e kishte adoptuar, perandorisë e kishte besuar detin e saj. Ishte rreth 80 vjeç. U varros me nderinë sultanore. Mbi varrin e tij u ndërtua një mauzole e vogël, elegante, pranë ujrave të Bosforit, sikur edhe në vdekje nuk donte të ishte larg detit. 5 shekuj kanë kaluar. Emri Barbarosa ende jehon në përlibrat e historisë, nga Madridi deri në Stamboll, nga Algjeria deri në Venedik. Marinarët osmanë e quanin Baba Oruç, baba, mbrojtës, udhëheqës. Evropianët e quanin terror, por terrori dhe madhështia shpesh kanë të njëjtin burim. Aftësia për të bërë atë që të tjerët nuk guxojnë. Ai nuk lindi princ, nuk trashëgoi flot, nuk pati mbretëri të dhuruar. E ndërtoi gjithçka me duart e tij, me mendjen e tij, me zemrën e tij. Nga një djalosh i varfër në ishullin e Lesbosit, tek admirali që sundoi mes dheun, kadete që ruajnë histori, dhe mes dheun, ai deti lashtë, ai dëshmitari perandorive, ruan edhe historinë e tij. Historinë e njeriut me mjekër të kuqe dhe zemër të guximshme. Njeriu që pa horizont dhe nuk pa kufi, por mundësi. Njeriu që pa armata të mëdha dhe nuk pa frikë, por sfidë. Hayreddin Barbarosa, shqiponja e detit, terrori mes dheut, admirali i sultanit madhërisëm, dhe ndoshta
Njeriu më i madh detar që mes dheu ka njohur ndonjëherë.